shtatë, SPAK thot se do t'jetë në një lloj lufte edhe me politikën, ku do të përballet jo vetëm me tentativa për ndryshime ligjore për të zbutur rolin e prokurorisë së posaçme, por nga ana tjetër në raportin ndërzuar në kuvend, SPAK ka cilësuar si një problematik presionin politik nga faktorët jashtëm, presionin mediatik, por dhe presionin e grupeve kriminale. Ne kam dhe një pyetje fundi për një zhvillim tjetër, ekstradimin nga Italia të Bujar Shegës. Kush është Bujar Shega? I njohur dhe me emrin Marcel. Në fakt jemi njohur vetëm ditën e sotme, pasi policia e shtetit nuk ka padur një reagim apo një njoftim zyrtar për ekstradimin e atij që në fakt në dosjen e prokurorisë posaçme evidentohet si truri financiar i organizatës kriminale të fortit të Elbasanit, Soel Qela, organizata e cilit u godit në muajin nëntor të vitit të kaluar nga prokuroria e posaçme. Bujar Shega, i njohur dhe me emrin Marcel, ishte arrestuar në Milano prej disa muajsh, atje ku mbaj i izoluar nga autoritetet italiane, ndërkohë që ekstradimi i tij në Shqipëri është bërë edhe me pëlqimin e 52 vjeçarit, për cilin prokuroria e posaçme ka ngritur disa akuza, janë disa episode në fakt të trafikimit të lëndëve narkotike, ndërkohë që Bujar Shega rezulton fakt edhe një biznesmen me aktivitete të tjera sipas prokurorisë posaçme, ndërkohë që lidhur me akuzat nominalisht që rëndojnë mbi 52 vjeçarin Bujar Shega, i dyshohet nga prokuroria e posaçme për trafikim të narkotikëve kryer në formën të grupit të strukturuar e veprave penale nga organizata kriminale apo grupi strukturuar kriminal, grup kriminale, po ashtu pastrimi produkteve të veprës penale, ose thënë ndryshe pastrimi i parave, ndërkohë që evidentohet paktën në sa i takon trafikimit të lëndëve narkotike, sipas prokurorisë së posaçme është i verifikuar fakti penal se në datën 13/12/2020 në shtetin e Ekuadorit është sekuestruar sasia prej 930 kg lëndë narkotike kokain që dyshohet se ishte porositur pikërisht nga grupi i strukturuar apo organizata kriminale me saktë e Soel Qelës, ku në dosjen e timorët prokurorisë posaçme janë të renditura edhe komunikimet që atribuohen pikërisht organizatës kriminale të Soel Qelës, ku bënte pjesë edhe sipas prokurorisë posaçme edhe Bujar alias Marcel Shega, i cili është ekstraduar dhe ditën e sotme, në fakt ai pritet dalë në orën 15 para gjykatës së posaçme, atje ku do të njihet me masën e sigurisë, arrest me burg dhënë në mungesë, dhe nga ana tjetër gjykata duhet të verifikojë edhe kushtet e zbatimit të kësaj mase e sigurie për 52 vjeçarin. Vrate, shumë faleminderit për gjithë ata që solle, e të uroj punë të mbarë. Ndërkohë do shkojmë në shumë pak publicitet, do rikthehemi sërish.